Në ditën e premte, pra me emisionin ton shëndetshëm, le të shpresojmë se kemi dhënë këshillat e nevojshme në këto minutazh të emisionit ton dhe ishim me nutricionistin ton të nderuar Ylli Gramatiku. Me Eldën do të ritakoni sërish të martën. Deri atëherë, një fundjavë të bukur dhe qëndroni me valët e Radio Tiranës. Shëndetshëm, një emision nga Elda Koçi. Në sjell këshilla praktike, informacione të përshtatshme dhe ide për të jetuar më mirë dhe më shëndetshëm çdo ditë. Qëndroni me ne dhe kujdesi për shëndetin tuaj fillon këtu. Radio Tirana. Radio Tirana. Radio Deshabille Bue. Stazione Juve Bue. Radio Tirana. Komisionet parlamentare, kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim pune këtë të premte në Vilën 30 në Tiranë me kryetarin e Kuvendit Niko Peleshi, si edhe me kryetarët socialistë të komisioneve të përhershme parlamentare. Pranishëm në takim ishte edhe ministri i shtetit për marrëdhëniet me parlamentin Toni Gogu. Pas miratimit kryetarëve dhe anëtarëve të 11 komisioneve parlamentare, ato do të nisin zyrtarisht punën e tyre javën e ardhshme. Me ndryshimin e rregullores së Kuvendit lidhur me komisionet e përhershme, 7 prej tyre drejtohen nga mazhoranca dhe 4 nga opozita. 3 muaj nga lirimi i tij me kusht nga burgu i Fierit, Ervin Saliani u paraqit sot për herë të fundit në shërbimin e provës. Në një prononcim për media, duke cilësuar sërish dënimin e tij si politik, ish deputeti demokrat deklaroi se betejë e tij me drejtsinë sapo ka filluar, pasi brenda pak ditësh do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese dhe nëse do të jetë nevojshme edhe Strasburgut. Saliani tha se si një person që e ka provuar në kuris trupin e drejtësisë, do të vazhdojë të punojë fort për interesat e qytetarëve. 5 persona antar të një grupi kriminal janë arrestuar nga policia e Tiranës pas zbulimit prej saj të një magazine me lëndë narkotike në kryeqytet. Policia bën me dije se gjatë kontrollit në një magazin me veprimtari prodhimin e paletave të drurit, u gjetën një valixhe me 9 kg lëndë të dyshuar narkotike kanabis dhe një armë zjarri pistolet. Sasia e lëndës narkotike është transportuar nga Sukthi në Tiranë nga 2 antarët e grupit kriminal. Nga kontrollet në magazin dhe banesën e njërit prej këtyre antarëve janë gjetur dhe sekuestruar dhe një armë tjetër zjarri, 2 armë të ftohta, 2 automjete, 6 celular dhe sende të tjera të kundërligjshme. Fluturimet e dronëve që dyshohet se vijnë nga Serbia në pjesën veriore të Kosovës janë konstatuar ditët e fundit, ka deklaruar drejtori i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha. Lidhur me rastet, policia e Kosovës është në komunikim të vazhdueshëm me ndërkombëtar, shtoi ai, duke siguruar se po bëhet monitorim i situatës. Hoxha tha se këto lëvizje mund të jenë të rrezikshme për pjesën e kufirit, por jo për qytetarët e Kosovës, sepse policia i mbron ata. Deklarata drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës i bëri pas organizimit të shkatrimit të disa armëve ilegale në prelez të Ferizajt. 2 të rinj 17 vjeçar janë arrestuar nga policia holandeze me dyshimin për spionazh me shumë mundësi për Rusinë, raportoi këtë të premte gazeta The Telegraph. Sipas babait të njërit prej dremve, djali i tij u rekrutua në Telegram nga një haker prorus. Në gusht të këtij viti, djali dyshohet se anashkaloi zyrat e Europolit, Eurojust dhe ambasadës kanadeze në Hag, duke mbajtur më vete një të ashtu quajtur Wi-Fi sniffer, një pajisje që gjurmon rrjetet aty pranë. Dëgjuat lajmet shkurt. Edicioni i ardhshëm pas 60 minutash. Ke marrë një kredi dhe të duhet sigurimi i jetës, mos harro të marrësh ofertën te Secret. Siguri dhe çmim konkurrues, pagesa fleksibël dhe procedura të shpejta, mbulim pa kufizim territorial. Bashkëpunim me risigurues ndërkombëtar. Bëj zgjedhjen e duhur për të ardhmen tënde. Secret në duart të sigurta. Më shumë se gjysmë shekulli,
Këtu lindin këngët të cilat kthehen në kujtime. Nëse ke një këngë me shpirt, që flet në zemër dhe e cila tingëllon shqip, tani është momenti ta ndash me ne. Era të shkruajmë së bashku kapitullin e radhës të muzikës shqiptare. Festivali 64 po afron dhe Radio Televizioni Shqiptar ju fton të dërgoni materialet muzikore në festivali64@rtsh.al nga data 1 deri më 30 shtator. Ata rikthehen me golat, emocionet, spektaklin në një betejë të re dhe një Final Four edhe më rivalizues. Futbolli shqiptar dhe protagonistët e tij hapin një sezon të ri pasioni dhe rivaliteti të ndezur. Bëuni gati për spektaklin, lufta sportive, çdo ndeshje, çdo gol, çdo dram në fushë dhe jashtë saj, drejt për drejt në ekranin e gjithë shqiptarëve. Ju sjellim më të mirën. Abisnet superiore, kategoria e parë, Kupa e Shqipërisë, futbolli i vajzave. Sezoni i ri nis këtu. RTS, shtëpia e futbollit tonë. Ju flet Tirana. Ju flet Tirana.